nuk solli asnjë provë të re. Absolutisht asnjë provë të re. Zoti Haxhia, duke qenë se keni mbajtur një qendrim edhe për Erion Veliajn, bashkëshortin e Xozës, pavarësisht se ju deklaroni si avokati i bashkëshortës së Veliajn. Keni një koment për vendimin e sotëm të apelit që lanë në fuqi masën arrest në Burg? Po patjetër që kam një mendim dhe opinion pothuajse të barazvleshëm me atë që sapo shpreha. Vetëm një gjë po them që zgjidhja e çështjeve me masë arresti, jo vetëm për Erion Velin, po për çdo, është një absurditet që vetëm në Shqipëri ndodh. Sidomos për vepra që nuk paraqesin këtë shkallën e rrezikshmërisë dhe vetë personi nuk paraqet shkallë të lartë rrezikshmërie. Aq më tepër ja ta them unë, vajtë të jap leksion tek fakulteti. Po më lër të mbaroj unë se ta jap përgjigje. Pra, nuk mund të aplikoj masa arrestit në Burg për njeriu më të votuar të Shqipërisë, 3 herë i nominuar këta bashkia dhe ti thua që je person i rrezikshëm. Presim të ndodhë një çudi dhe një gjykat lartë. E natyrës? E natyrës që të pranoj kërkesën për zëvendësimin e masës së arrestit të Erion Velis. Sepse nuk konkuron asnjë nga kushtet dhe kriteret për të mbajtur në Burg një person të tillë. Zoti Haxhia, ndikuan provat e reja që solli prokuroria e posaçme në këtë masë sigurie në gjyqtarit? Jo, absolutisht. Është i njëjti material që ka qenë edhe në gjykatën në shkallës parë. Porosi për intimidim, kërcënime, ishin disa për pretendimeve të SPAK-ut ndaj drejtësisë. Për çfarë bëhet fjalë? Shiko se keni futur në këtë termin intimidim. Intimidim nuk është term procedurial. E thot SPAK-u, por nuk është se thot SPAK-u, nuk do të thot se thot ligji. Mi pra, intimidim nuk është term procedurial. Term procedurial është të prishësh provat. Në qoftë se përdor fjala intimidim kalon në stad tjetër që ti kanos, prish imazhin ose të bën presione, por nuk është kriter për të caktuar dhe bazuar masën e arrestit. Nuk rrezikonte të prishte provat sipas jush. Për mua, po sepse pretendohet që kur ka ardhur një institucion kaq i rëndësishëm dhe kaq serioz për të sjellë në kotat e këtij niveli të aplikimit të masës arrestit në Burg, kryetari i bashkisë pretendohet që ti ke sjellë materialin e plotë.